Memoria, 0 kilobajt memoria. Dëgjoni shok, nuk dua të jem negativ, por memoria ime e bukur është plotësisht bosh. S'mo kujtohet asgjë. Çfarë është ajo që s'mo kujtohet? Këshilla ime për ty është të harrosh fare. Nuk e kam të vështirë këtë. Nëse Soleksi mund të kristalizohet, ai mund të kontrollohet. Dhe nëse arrim ta kontrollojmë, ai mund të funksionojë në një bazë me njësinë qendrore. Dhe virtualisht kjo gjë do të japë një roboti fuqi të pakushtëzuara. E po, tani e dim përse Dr. K kërkon shumë Solex. Fuqi e pakushtëzuar për doktorin K? Mua nuk më pëlqen fare kjo gjë. As mua. Si që thonë Soleksi yt, është edhe Soleksi im. Në rregull, zok kthetar. Le të filloj festa. Është krabi, edhe topi, të gjithë robotët e doktorit K, jemi komplet të rrethuar. Në të ardhme shumë të afërme, do të lindi një epokë re. Robota për të gjithë, robotët do jenë shokët tam, të gjithë në fund t'ja dalin ban. Robota për të gjithë, shumë fuqi speciale kanë ata. Qindra modele do t'i gjesh, me njësi emocionesh do t'i kesh. Të mira me të keqen për plasën në luft. Në të ditë, e t'i ken një robot që i cili s'ka fik. Turbix, pa kufi janë fuqita. Turbix, nëse lash ne jemi atë. Turbix, nëse qitë më mirë të ken frik. Robota për të gjithë. Turbix. Kushtoni pak vëmendje. Kam nevojë për ndihmën tuaj. Cerebrix, më jep një raport për gjendjen. Perimetri i prishur, veri, ju, lindje dhe perëndim. Po vë në punë sistemin e mbrojtjes së perimetrit. Po aktivizoj nivelin numër 1. Connor, kape pultin e kontrollit. Dakor, po rregulloj lart propulsionin në pozicion vertikal dhe tani po e aktivizoj. Shumë e bukur kjo, Hela. Hë? Wow! Jo ka shpejt katastrofë. Duhet ta prishim pak punën. Të kapa! Katastrofa u bllokua. Mos u entuziazmo kaq shumë, po vjen zogu ktheter. Po aktivizoj mbrojtjen në nivelin numër 2. Nuk e gjuajti dot, Hela. Ai po vjen brenda. Po e rris mbrojtjen në nivelin 3. Dhe sa nivele janë? Kjo është mundësia jonë e fundit. Të lutem, Hela! Hela, sistemi i mbrojtjes së perimetrit ja doli mban. Le të shpresojmë që t'i mbaj jashtë. Mos. Rrezik çarje, rrezik çarje. U prish niveli 3 i mbrojtjes. Kubix! Kubix! Maximix, shko dhe ndihmo Kubixin. Po, me atë po merrem. Mirë, mendova se e kuptova çdo të thuash katastrofë. Tani po bën nxemje. Kubix, kujdes! Kubix! Ata po vinë nga të gjitha anët. Kjo nuk duket as pak mirë. Ata do të hyjnë brenda. Ç'duhet të bëjmë?
Nuk e di, por bëj mirë të mendoj për diçka. Sistemi i mbrojtjes nuk punon. Ndoshta duhet ja mbasim nga ana tjetër. Në asnjë mënyrë. Nuk mund t'i lejojmë të marrin Solexin. Po, duhet të bëjmë qëndres. Ja ku po vin? Oh jo, Kubix! Ne kemi nevojë për ty. Kubiksi ja doli përsëri mban. Këtë po që e quaj ushtrim force unë. Bravo, Kubix! Huash. Çfarë po ndodh? Askush nuk mund të ketë një fuqi të tillë. Ta jef jo, të riqoni! Miru pafshim! Të lumt, Kubix! Oh, Kubix, çfarë po ndodh? Njësia e tij nuk punon ende. Ndoshta e ka nga energjia e madhe që ka shpenzuar. Kubix! A ndjehesh mirë tani? Kështu duket. Si ndjehesh tani? Mirë? Ishe fantastik, Kubix. Vërtet që na shpëtove të gjithëve. Po, ishe i mrekullueshëm. Ishe shumë pozitiv, shoku. Po, Pra planeti mirë dështoj. Më shpjego pak. E po, me gjithë respektin, kur një plan i mirë dështon, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ai që e planifikoi është budalla. Shpresoj që nuk doje të nënkuptoje këtë. Ka vetëm një mënyrë që shpjegon pse Kubiksi mposhti robotët e mi. Dhe kjo është se ka arritur të kristalizoj Solexin. Mos po thua vallë se ata kanë gjetur fuqinë e Solexit të kristalizuar në hundët tona? Po, duhet thënë, unë nuk e di se si ja kanë bërë, por duhet ta marrim. Unë do të merrem me një herë me këtë gjë. Qëndron ato karike dhe ma lër mua të merrem me këtë punë. Mirë, nuk më kujtohet kur i ai e ka fjalën për doktor K. Memoria ime është dukur fare. Po, është dukur fare. Po, dikur ma hoqen procesorin. Më beso, nuk ishte qejf. Nuk më duket ashtu. Ej, kush është kjo? Kubix? Si është puna? Është Raska. Ho ho ho! Hey Raska! Përshëndetje të gjithëve. Sa mirë që po ju shikoj. I vogli qip. Edhe Connor. Rrimi vogli. Si e? Unë... Çfarë po ndodh këtu? Raska. Hela, sa mirë që po të shikoj. Si e? Po... Hela, po bëjmë disa eksperimente të Rubik's Corp dhe po pyesja veten. Ç'lloj eksperimentesh? Mirë, ne po testojmë një robot të ri eksperimental. Wow, një robot të ri? Po, është shumë i mirë dhe neve do na pëlqente shumë nëse nuk do ta kishit problem, po të na thoshit si ju duket. Po! Mrekulli, dhe si mendoni që si shpërblim mund të bëni një turne ekskluziv në laboratorin ton shumë sekret për robotët eksperimental? Wow, një turne në laborator, e mrekullueshme! Oh, ju solla diçka. Ai është i pari i këtij lloji. Është prodhuar me një përbërje të re. Përshëndeteni Antixin. Pas ka një formë të shkëlqyer. Mrekulli! E çfarë gjërash mund të bëj ky? Ki kujdes me atë gjën. Prototipet janë shumë të brisht. Po. Nuk ka gjë. Tani fëmi, pse nuk merrni ju robotët tuaj dhe unë do të marr timin dhe kështu mund të shkojmë në Rubik's Corp. Do të thuash se mund të vim edhe ne? Dhe mund të marrim edhe robotët me vete? Sigurisht, nëse e doni. Po, shumë mirë.
mrekullueshme. Shikoj gjithë këta robot. Wow, mua më duket sikur jam në ëndër, por unë jam i zgjuar. Bukur e ke thënë. Shiko, një model i ri i X-it. Kam dëgjuar se mund të bëj 100 hamburger në orë. Hey, çfarë mrekullie? Shikoj atë atje. Modelet e reja të robotëve. Wow, do ishte qef po ta kishim një. Mos më duket sikur do ishte dha qef. Mos u shqetëso, Dondon. Ti je roboti i vetëm për mua. Oh! Shikoni, është profesor Nemo. Wow, duket tamam si ai. Profesor Nemo shpikur njësinë qendrore. Ai ka shpikur gjithashtu edhe hiperlëvizjen dhe stimulatorin me 5 ndjesi. Profesor Nemo njihet nga të gjithë si babai i robotëve modern. E po fëmi, unë mendoj se ka ardhur koha që të ketë një figurë të reja atërore. Por kush do të jetë? Përse të mos jesh ti, doktor K? Nga kjo anë, fëmi. Nuk mund ta besoj që jemi në Robix Corp. Ky është laboratori ynë shumë Shumë e bukur. Këtu do të gjeni robotët më të rinj dhe më të avancuar në botë. Mund të provojmë ndonjë dhe të shikojmë se çfarë bën? Sigurisht. Shkoni eksploroni, lëvizni ku të do. Përpiquni të mos kënaqeni shumë, mirë. Unë nuk di çfarë të them, Raska. Po, këtë ditë do ta mbaj mend tërë jetën. Po, padyshim që do ta mbani mend këtë ditë, miqtë e mi. E garantuar. Dhe ta garantoj unë dhe këtë garanci me një garanci time. Mund të kesh besim tek unë për këta. Mendoj se Kubiksin do ta quaj vetëm K. Po. Kjo ishte e mrekullueshme. Shikoje pa këtë. Çfarë është, Dondon? Ma thuaj ti mua. Oh, wow, është e mrekullueshme. Kush e di se çfarë është ajo? Nuk e di, ndoshta një lloj roboti dentist. Nuk do të lija kur një takim me të. Kujdes! Kubix, ndihmë! Faleminderit, Kubix! Çfarë janë ato? Nuk e di. Hajde le të dalim qëfti. Ata që kanë kudo. Këtu më duket mirë. Forcanimi u eliminua. Faleminderit, Robix.
Edhe një tjetër, edhe ti! Maximix! Kubix! Kubix, je I mrekullueshëm! Kubix, kujdes! Kubix, ti ishe I jashtëzakonshëm! O, zoti madh, më vjen vërtet shumë keq për këtë. Ç'mund të kishte ndodhur? Po, ne po shkojmë në shtëpi, apo jo, djema? Po, në rregull. Prit një minut, nuk doni të shikoni kafenen? Mos ta gjë kafene? Mjaft, Mong. Ai Kubiksi është I fort. Çfarë? Ç'është ajo? Ajo shenja, e kam parë dhe një herë tjetër. Profesor Nemo është shenja e tij. Ai e vë mbi të gjithë robotët e tij. Pra, Kubiksin e paska bërë Nemo. Ndis komunikues. Çfarë është? Do kesh dëshirë ta dëgjosh se çfarë kam zbuluar? Çfarë? Kubiksin e ka krijuar Nemo dhe ishte po Nemo ai që e ka dhënë Solexin e kristalizuar. Duhet ja marrim me një herë. E di, Kubiksit nuk ka se çfarë duhet Solexi që të funksionojë. Atëherë ka ardhur koha të çlirojnë antifizikon. Kështu mendoj edhe unë. Sikur mund ta kujtoja se ku banonte Dr. K, do t'isha një hero. Do isha pjesë e ekipit të Batit. E di që rrotull ka disa pemë. Më kujtohet kjo, ose të paktën kështu më duket. Pra e shikoni, ishte një gabim I tmerrshëm. Kam diçka për ju. Mendoj se ka për t'ju pëlqyer. Kjo është mënyra ime për të kërkuar falje. Wow! Janë antiksat e rinj, një ark e mbushur plot. Kënaquni. Mirupafshim tani. Faleminderit Raska, shihemi më vonë, mirë? Mos shpresoni shumë për këtë. Profesor Nemo, ti nuk më kishe thënë që ndërtove ti Kubiksin, ose që kishe kristalizuar Solexin. Nuk ka rëndësi, sepse Nemo, unë pa e kthej Kubiksin në formën e tij origjinale. Një Solex do të merret me tubë dhe do të ngelet një tufë me pjesë në sirtal. Kjo është e çuditshme. Çfarë po bëjnë ata? Me sa duket po transformohen në diçka. Pa shikoj pak. Duket sikur po ekzekutojnë një lloj programi. Mua nuk më pëlqen fare kjo gjë. Hey, largohu nga Kubiksi! Hela, antiksat janë të armatosur me eksploziv K4. Çfarë? Zoti Rregullimix, largoju ata nga Kubix. Kjo duhet të besoj të kesh të drejtë. Hela, për çfarë janë ata numrat aty? Të gjithë duhet të dalim jashtë ndërtesës tani. Unë nuk mund ta lë Kubiksi këtu. Kemi ende kohë. Mos u shqetëso Kubiks. Connor! Ta bëj. Jepi, nxito! Çfarë duhet të bëjmë? Kubiks, prit! Theu këtu! Kubiks! Kubiks, unë duhet të të shpëtoj ty! Shpëtoj ty! Kubiks!
S'ka problem të ndjesh negativ edhe nëse gjërat nuk shkojnë mirë. Çfarë? Ja ku është vendi ku kam jetuar? E gjeta! Opa, Soleksi im I kristalizuar, gati që ta nxjerr. Kubix, shoku im I mirë. Ai ka ikur. Kubix!